Këtu ngjatjeta, uroj të jeni mirë se vini në këtë bisedë të radhës, miq me zhvillime të mëdha të jashtëzakonshme nga arena ndërkombëtare, por edhe nga Shqipëria. Ka tronditje dhe lëkundje të mëdha në Europë, panik në Europë. A e ka shitur Amerika Europën apo e ka nxjerrë jashtë loje, përse ka kaq shumë skepticizëm dhe kaq shumë sulm ndaj marrëveshjeve dhe përpjekjes së amerikanëve dhe rusëve për të mbyllur luftën në Ukrainë. Ç'është ky skepticizëm i Zelenskit? Në të vërtetë a ka pranuar tashmë Zelenski planin e paqes, apo ende janë në bisedime? U kthye pas Gjenevës shumë i optimist, por me disa rezerva. Putini gjithashtu, çfarë do të ndodh me 300 miliard dollarët e ngrirëra ruse? A ka një betejë amerikane ruse për paratë e ngrirëra ruse? 300 miliard dollarshin, i cili me sa duket në marrëveshjen e re ndërmjet amerikanëve dhe rusëve parashikohet që të shkojë tek amerikanët. Çfarë po ndodh në fakt në kulisa? Si do ta ndryshojë kjo ngjarje e madhe botën? Si do ta ndryshojë Europën? Si do të ndryshojë ekuilibrat global? A jemi në paqe serioze në termat e një paqeje të vërtetë? Apo jemi në një kurth? A kemi vërtetësisht një vullnet nga të gjitha palët për të shkuar në një marrëveshje paqe në Ukrainë? Apo jemi duke fituar kohë në mënyrë që të armatoset Europa dhe të riarmatoset Perëndimi për raundin e dytë të betejës me Rusin? Apo bëhet gati Perëndimi për përplasjen, veçanërisht amerikanët, për përplasjen me Kinën? Çfarë po ndodh në Tajvan? Tajvani ka nisur armatimin gjerë në dhëmë dhe po bëhet gati për përballjen me Kinën. A do të nisë lufta atje? Ndërkohë në Shqipëri ka patur zhvillime të jashtëzakonshme. Gjithashtu, Belinda Balluku, e cila tenton të shkërmosh qeverinë me atë që ka bërë, me protagonizmin e saj të padëshiruar për e vetë asaj, por tashmë ajo është në targetin e spakut dhe në targetin e drejtësisë. A do të bjerë Belinda Balluku? A do ta marrë vesh? A do ta marrë ajo me vete kryeministrinë? Përse kryeministri Rama kërkon ta mbrojë atë me çdo çmim deri në fund? Çfarë fshihet pas dosjes së re të hapur ndaj Belinda Ballukut dhe pasurive të saj? Ç'është kjo deklaratë e Ilir Metës nga burgu për të dhënë dëshmi për 21 janarin, dhe përse pikërisht në këtë moment Ilir Meta kërkon që të hyjë në lojë si një dëshmitar me pretendimin dhe me letrën që ja ka çuar nëpërmjet avokatëve të tij kryeprokurorit apo një prokurori, dhe kërkon të jap dëshminë e tij? Çfarë fshihet pas kësaj dhe pas deklaratës së shefit të opozitës Sali Berisha, i cili ka thënë po mund ta merrni Ilir Metën sepse ai mund të ketë informacione? Çfarë fshihet pas kësaj? Të gjitha këto dhe jo vetëm do t'i diskutojmë sot me mikun tim dhe mikun tuaj, doktor Dritan Demira, i cili na bashkohet nga Michigani në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirë se u rikthyet, kolonel. Gjithmonë kënaqësi, zoti Osmani. Kënaqësia është e imja. Kolonel, është duke zirë bota në këto momente, a ka marrëveshje paqe apo kemi në kurth? Jemi në kushtet e një kurthi. Ka patur zhvillime në Gjenev, ka patur bisedime në Gjenev orët dhe ditët e fundit lidhur me procesin e mundshëm të paqes në Ukrainë. A keni informacione, kolonel, se çfarë është duke ndodhur konkretisht atje dhe cilat duhet të jenë pritshmëritë e njerëzve lidhur me këtë konflikt që ka mbajtur në flak gjithë njerëzimin, ekonomitë tona, jetët tona, të ardhmen tonë në këtë moment kaq të rëndësishëm historik? Duke analizuar për ditë të gjitha ngjarjet që lidhen me konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës, arrim në konkluzionin që fatmirësisht më në fund fal vizionit të presidentit Trump, që nga dita e parë që ka hyrë në zyrën në Ovale dhe deri aktualisht sot, një përpjekje të jashtëzakonshme me të gjitha format dhe metodat për të arritur një paqe. Pra, ky është një vizion të cilin ai pavarësisht pengesave të vendeve europiane, sigurisht edhe të Federatës Ruse, që është vendi agresor në këtë rast, kemi parë një përpjekje e cila fatmirësisht po duket që po jemi në përfundim të kësaj marrëveshje. Një marrëveshje e cila do të hapi një faqe të re për sigurinë globale, një faqe të re për ekonominë, pra për gjeopolitikën, për gjeoekonominë dhe gjeostrategjinë, jo vetëm të rajonit, po globale, sepse kjo krizë ka implikime globale. Atëherë, duke patur parasysh që ka implikime globale, mendoni që
do të pengohet nga Europa Zelenski që të shkojë drejt një marrëveshje finale, a sa herë ka patur ndërmjetësime edhe në muajt e parë të konfliktit, sa herë ka shkuar Zelenski të ulet dhe tentoi të bëjë një marrëveshje paqe, siç ishte në fillimet e para, në javët e para apo në muajt e parë marrëveshja e Erdoganit në Turqi, dhe pati një telefonat të qartësisht nga Boris Johnson, u fol atëherë nga britanikët, që ndaluan apo dhe europian të tjerë. Në këtë moment ku ndodhet ky konflikt apo këto bisedime në këtë rast, a ka shanse që të jemi përballë një momenti të ngjashëm, kolonel, ku të ndalohet nga Europa Zelenski që të shkojë drejt një finalizimi, apo do të jenë të detyruar që të pranojnë një marrëveshje frymëmarrje? Zelenski nuk besoj që meriton vëmendjen e duhur Zelenski, sepse Zelenski është një kukull në duart e tyre. E pam edhe gjatë marrëveshjes me 28 pika, një nga pikat kryesore, e cila përpiqet që truaj legjitimitetin dhe fytyrën e Zelenskit, është, domethënë, që t'i falen abuzimet, pra vjedhjet në miliarda dollar, në 10 miliarda dollar, që ka bërë ai personalisht dhe administrata e tij. Pasi një nga problemet kryesore të Amerikës është mungesa e efektivitetit të përdorimit të këtyre fondeve, 10-100 miliard dollarëve. Flas për pjesën amerikane, nuk flas për pjesën europiane. Kurse për sa i përket pjesës europiane, nuk besoj që do të kenë fuqinë e dur, pavarësisht se do të përpiqen deri në momentet e fundit, siç kemi kancelarin Merz, siç kemi kryeministin Starmer, siç kemi presidentin Macron, por jo vetëm, kemi edhe kryeministrin e Polonisë, kemi edhe 3 presidentat në një formë apo në një tjetër të vendeve balltike dhe në mënyrë të veçantë presidentin e Finlandës, që po përpiqen me gjitha format për ta godit këtë marrëveshje, për ta qortuar, se nuk guxojnë më tepër, qoftë sekretarin Rubio, qoftë presidentin Trump, me shumë vizion. Presidenti Trump po përpiqet ta përmbyll këtë, sepse Amerika po përballet me probleme të mëdha të brendshme. Amerika është në fazën e ri strukturimit të ekonomisë, duke thithë sa më shumë investime, jo vetëm nga vendet arabe, po dhe me vende të tjera, dhe ka një interes që të ulet në tavolinë me Federatën Ruse, të fillojnë bashkëpunimin në fushën energjetike, pasi me këtë situatë në cilët gjendet sot bota, ku një nga kërkesat kryesore për mbajtjen e ekonomive të tyre, se këtu nuk bëhet fjalë më për t'i quar përpara në Bashkimin Evropian, kriza energjetike, e naftës, e gazit, e mineraleve të rralla, edhe e grurit, e sendeve shumë të rëndësishme, fertilizer, e një pjesë të jashtëzakonshme në cilat mbizoton Federata Ruse në nivel global, është Trumpi, administrata Trump e deklaroi që na duhet të bashkëpunojmë me Federatën Ruse për të kaluar këto vështirësi që kemi, për ta rikthyer te gëteta, për t'i dhënë një pjesë të aseteve të ngrira dhe një pjesë tjetër pastaj për t'ia bërë qefin Ukrainës, për t'i dërguar. Në fakt, jo për t'a bërë qefin Ukrainës. Duhet, sepse Rusia është agresori. Duhet që një pjesë e madhe këtyre aseteve të ngrira. Por unë besoj që në këtë marrëveshje tre vendet kryesore që përfitojnë, e para është Ukraina, sepse Ukraina, e kam thënë që ditën e parë, nuk përballet dot me Rusi. Ato që thonë Ursula von der Leyen edhe presidentët e tjerë, e liderët e tjerë të Bashkimit Evropian, janë vetëm gënjeshtra, që thonë, domethënë Ukraina mund të fitojë, po fiton, ta ka thënë sekretari Rubio, jo më larg se para një jave, sekretari Hegseth është e pamundur që Ukraina, pavarësisht mbështetjes, të përballet me fuqinë luftarake të Rusisë. Kemi një Rusi e cila nuk është më Rusia nga ana ushtarake e 22 shkurtit, e 24 shkurtit, është një Rusi që llogaritet të jetë rreth 2.5 herë më e fuqishme ushtarakisht, edhe për shkak eksperiencës, edhe për shkak koalicioneve, por në mënyrë të veçantë për shkak të rritjes maksimale të prodhimeve ushtarake. Falenderoj, kolonel, po ndiqa burime amerikane dhe ndër të tjera, ndër shumë burime të tilla, po shihja Foreign Policy, e cila kishte një artikull shumë interesant dhe në cilën thuhej se kemi të bëjmë me një plan tipikisht ruso-amerikan,
ku nën kuptohet me nën tekst që europianët janë jashtë. Dhe në këtë parashikim apo në këtë përshkrim të foreign policies të kësaj marrëveshje, flitet se 300 miliard eurot e bllokuara ruse do të përdoren nga amerikanët sipas një marrëveshjeje të bërë me rusët me kushtin që rusët të bëjnë dhe të plotësojnë disa kushte të caktuara. Kjo e ka shqetësuar Europën sepse ata kanë pretenduar se do t'i përdorin këto fonde për nevojat e tyre apo për vizionin dhe planin e tyre. A do ta shqetësoj Europën kjo lloj qitje jashtë loje me këto 300 miliard dollar që si me sa duket sipas foreign policies ka një marrëveshje ruso-amerikane që të përdoren nga amerikanët jo nga europianët. Pa diskutim, edhe kjo është një strategji edhe administratës amerikane, edhe e Kremlinit zyrtar, për të mos lejuar përdorimin e këtyre fondeve nga ana e Bashkimit Evropian, për shkak se janë pikërisht liderët e Bashkimit Evropian warmongers, si quhen, të cilët që nga Ursula von der Leyen, që nga Kaja Kallas, që nga të gjithë këto 3-4 liderat kryesorë të vendeve kryesore, të cilët edhe kur ka qenë mundësia për të krijuar kushtet për negocim, kanë qenë gjithmonë kanë përdorur të gjitha mekanizmat për të mos e lejuar krijimin e kushteve për të negociuar nga njëra anë. Dhe pikërisht meqense Bashkimi Evropian dhe këto lidhje kanë këtë qasje, presidenti Trump tani është ulur në negociata të drejtë për drejta. Është në interesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të vazhduar, për të drejtuar botën si superfuqia e vetme. Dhe e vetmja mënyrë për të vazhduar, për të mos e cënuar këtë leadership është duke nëpërmjet një bashkëpunimi me Federatën Ruse, duke ulur me Federatën Ruse në mënyrë që të gjejnë gjuna përbashkët për zgjidhjen e problemeve. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian është një krizë ekonomike të tmerrshme sot, pavarësisht deklaratave që ndërmarrin për sanksionet, për vendimet për të larguar nga energjia ruse, nuk është Federata Ruse që ka dalë e humbur, sigurisht që ka dalë e humbur pjesërisht, ajo që ka dalë e humbur nga mosbashkëpunimi, nga shkputja nga energjia, nga sistemi energjetik, naftës, është Bashkimi Evropian, po jo vetëm nga këto dy elementë, janë 10 marrëveshje tregtare për sa i përket mineraleve, naftës, gazit, fertilizerët, drithrave, vajt e kështu me radhë, të cilat sot Bashkimi Evropian i blen me çmimin minimalisht 2.5 deri 3 herë më shumë. Dhe nga një anë dhe nga ana tjetër, bota përballet me një krizë sepse nevojat për energji janë aq të mëdha sa që është e pamundur për t'i plotësuar duke shmangur Iranin, duke sankcionuar Venezuelën, duke shmangur Federatën Ruse, të cilët janë 3 vendet kryesore, pra detyrimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vizion të qartë po përpiqen që të gjejnë format për ta ulur në tryezë dhe për të filluar bashkëpunimin në interes të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zelenski ka thënë sot se mund të arrijë një marrëveshje brenda festave të Thanksgiving, si ju atje në Amerikë jeni në ditët e Thanksgiving, Day pra festa e falënderimeve, dhe Zelenski ka thënë se mund të arrijmë në një marrëveshje brenda këtyre festave. Në fakt, një zyrtar i lartë gjerman ka deklaruar gjithashtu se pavarësisht çdo lloj marrëveshje që mund të bëjmë me Rusinë në këtë moment, duhet të jemi të bindur se oreksi i Rusisë vetëm sapo ka filluar dhe ai ka potencuar se është në rrezik të madh Polonia, janë vendet e Balltikut, ka orekse të shtuara të Rusisë në drejtim të Europës, siç paralajmëron zyrtari i lartë gjerman, dhe nga ana tjetër kolonel Napoloni, Hitleri tentuan ta pushtojnë Rusinë, por nuk mundën. Pra ishte shumë e vështirë. Rusia ka fobit e saj lidhur me një prani ushtarake të NATO-s apo të perëndimit të kufit e saj, apo ka fobi kulturore ndaj perëndimit e para, dhe e dyta, a mund të konsiderojmë se Amerika e ka shitur Europën, apo është shumë agresiv ky term, mund themi i ka dhënë asaj një leksion shumë të fortë? Sa i përket parës, është propaganda e Bashkimit Evropian për të justifikuar
situatën e tmerrshme ekonomike, Mhm. që ka ardhur si rrjedhoj e gjithë këtyre masave që thash pak më parë, së dyti se qa punë ka Rusia me Polonin, po atë e kupton çdo njeri që ka edhe njohuritë më minimale të gjeopolitikës, e kupton që Federata Ruse s'ka ku të çojë tokat që ka, si përballon dot, si komandon dot, si mbron dot. E ka të pamundur. Jo më do kërkoj të pushtoj Polonin. Ç'pun ka me Polonin? Mund të ketë konflikt me Polonin në rast se vazhdon përplasja, pa diskutim që mund të ketë përplasje në të ardhmen me Polonin, ose me Britaninë e Madhe, ose me Francën, ose me Gjermaninë, po jo që Rusia ka ambicie për të pushtuar Polonin. Absolutisht unë herë nuk ja lejoj vetes këtë. Që kjo është komplet nonsens. Kurse është ketë ndrysh situata për sa i përket vendeve balltike, për shkak të pozicionit, për shkak të qasjes tyre rusofobe, edhe për shkak të interesave të drejt për drejta që ka për të ruajtur lirinë e lëvizjes në detin Balltik. Po edhe kjo në rast të një provokimi dhe në rast të një eskalimi të situatës. Unë nuk besoj në asnjë rast që Putini ka ambicie dhe objektiva për të sulmuar Europën. Për sa i përket pjesës dytë, absolutisht unë mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian janë aleat të padiskutueshëm, por në rastin konkret, për sa i përket për shkak të qasjes dhe përdorimit të gjithë mekanizmave dhe provokimeve për ta përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një konflikt të drejt për drejt, pra nga ana Bashkimit Evropian, presidenti Trump ka ardhur, është zgjedhur nga populli amerikan, nga të gjithë ne përfshirë mu këtu, për ta bërë Amerikën më të madhe, to make America great again. Dhe to make America great again nuk ka për ta bërë dot Amerikën duke u përfshirë në konflikte të drejt për drejta në lindjen e mesme dhe në mënyrë të veçantë kundër Federatës Ruse, e cila sot është pa diskutim një nga 3 fuqitë më të mëdha ushtarake të globit. Dakor. Të kthehemi tek një pikë tjetër, ka patur sinjale alarmi në Europë dhe pa diskutim shumë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë thënë që ne jemi gati të paguajmë edhe 2 fishin, edhe 3 fishin e çmimit të energjisë, nuk jemi më të varur nga Rusia. Siç pretendonte Moska se do të mbetet Europa pa zjarr, do të mbetet, do ngri, do shkri nga akulli, do ngrin, nuk do të kenë më mundësi të ngrohen, do mbyllen fabrikat, s'do të kenë më soba në shtëpitë e tyre kështu me radhë. Dhe kanë thënë që ky është një çmim që ja vlen për lirinë dhe për sigurinë e Europës, pikë pari. E dyta, shumë të forta kanë qenë këmbanat e alarmit nga komandanti i forcave të armatosura të ushtrisë franceze, generali Fabian, i cili ka thënë do të bëheni gati të humbisni fëmijët tuaj në luftë. Kolonel, një marrëveshje e mundshme paqe ku humbiten 20% të territorit të një shteti, a kanë prishur zyrtarisht rendin botror, një, dhe dyta, një paqe e mundshme, marrëveshje paqe e mundshme ndërmjet Ukrainës, Rusisë dhe Amerikanëve. A do të rivendosim kufit e ri gjeopolitik në Europë ndërmjet Rusisë dhe Europës, apo do të mbetemi aty ku ishim? Besoj që jo. Nuk kam asnjë diskutim që nëse kjo marrëveshje firmoset nesër, që është Thanksgiving, ose gjatë këtyre 2-3 ditëve, maksimumi të hënën, siç ka thënë sekretari Rubio, këtë janë ato pritshmëritë. Unë besoj që është një konflikt, një zgjidhje e konfliktit temporal, i përkohshëm. Për shkak se nuk kam asnjë pikë dyshimi që me këtë administratë nuk do të lejoj presidenti Trump edhe në 3 vitet e ardhshme, por sigurisht me ndryshimin e administratës, me ardhjen e një administrate 3, në bashkëpunim edhe me Britaninë e Madhe dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, kur të jenë edhe më të gatshëm, më të fortë, sepse tashmë janë ndez motorët në Bashkimin Evropian dhe kam thënë minimalisht do të kërkojë 5 dhe mesatarisht do të kërkojë 10 vjet që të vinë, që të arrijnë atë nivelin që duhet për të projektuar një farë fuqie kundër Federatës Ruse. Nga një anë. Nga ana tjetër, përveç fillimit të bashkëpunimit të Federatës Ruse me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shfrytëzimit të këtij bashkëpunimi
ekonomik me njëra tjetrën, por edhe në arenën gjeopolitike, gjeoekonomike, unë besoj që edhe Federata Ruse do të është e qartë, ka të qartë, Putini në mënyrë të veçantë Putini, ka të qartë që ky konflikt do të ndaloj përkohësisht, sepse me ardhen e administratave të tjera do të kemi ndoshta një riorganizim dhe pikërisht këtu futen disa nga pikat të cilat Putini nuk i toleron dhe thot, s'pari do m'jepni këto dy rajone, Donbasin dhe Krimen, dhe pastaj në Zaporizhia dhe në Kherson do të qëndrojnë kufiri do të qëndrojnë në linjat aktuale. Dhe pastaj i është ofruar futja në G8, të cilën e kundërshton Bashkimi Evropian, por më duhet të theksoj se pothuajse gati më doli jashtë mendje, një pjesë e madhe e deklaratave të Britanisë Madhe, të Gjermanisë, të Francës, pavarësisht se çfarë thënë publik, unë besoj që Zelenskin ato e kanë shitur tashmë, sepse edhe interesi tyre kanë filluar të shfaqin interes të jashtëzakonshëm për të u rikthyer në marrëveshjet e kaluara me Federatën Ruse, pavarësisht 19 paketave të sanksioneve, sepse kanë parë që bleja e këtyre energjisë me çmim kaq lart e ka bërë të pamundur rritjen e tyre ekonomike. Mos ndoshta kolonel Zelenski e ka kuptuar që është shitur tashmë dhe ka vrapuar për Thanksgivings në Amerikë me njëherë t'i ha europianët për darkë për para se ta hajnë ata për treg. Zelenski s'ka qenë asnjëherë presidenti i Ukrainës, mik i dashur. Zelenski që në momenti kur u zgjodh nga oligarkët, u zgjodh me objektivin për atë që u bë gjatë kësaj kohe. Në qoftë se do të kishte 1 gram përgjegjësi për vendin e tij, do të pranonte marrëveshjen, nuk do kishte humb asnjë ushtar. Rasti ju kujtohet marrëveshjen e Stambollit dhe pikërisht këtu futet ajo që Zelenski ka qenë në zbatimin e urdhave dhe është pikërisht Boris Johnson dhe disa Boris Johnson të tjerë që vijnë nga nëndheu, që ju e dini shumë mirë, se për çfarë e kam fjalën, të cilët objektivi i cilëve ka qenë sepse menduan që do ta shkatronin Federatën Ruse, do ta detyronin të pranonte kushtet e tyre nëpërmjet sanksioneve ekonomike, gjë e cila e kam thënë për gjatë 3 viteve e gjys, pavarësisht se ka pas keq kuptime, pavarësisht faktit që Federata Ruse është një vend të cilin edhe ti, edhe unë, edhe gjithë shqiptarët është antiperëndimor, është kundër boshtit euroatlantik. E vërteta është e vërtet, Rusia është një vend që një pjesë e madhe e liderëve dhe agjensive inteligjente, forcave të sigurisë e kanë nënvlerësuar, pra nuk kanë pas vizionin e qartë për ta përcaktuar në mënyrën e dur aftësitë dhe kapacitetet e saj. Dhe pikërisht është kjo ignorancë e tyre, e ignorancë totale në nënvlerësimin e aftësive dhe kapaciteteve, duke menduar se do ta shpërbonin, duke harruar historinë e Federatës Ruse, perandorisë ruse, Bashkimit Sovjetik, e cila i ka sjellë këtë situatë dhe gënjen nga mëngjesi i darkë në të gjithë mediat, duke deklaruar që Zelenski dhe ushtria e Zelenskit vazhdojnë dhe kanë mundësi dhe kapacitete për ta fituar luftën. Ndërkohë që kjo është e pasinqertë sepse po luftojnë Rusinë, europianët me koston deri në Ukrainasin e fundit. Dhe pikërisht këtu qëndron një pupet i cili është Zelenski, i cili nga njëra anë është drejton një qeveri super të korruptuar, për cilën ka një shqetësim të jashtëzakonshëm në është ai plumbi i paqes me deg ulliri me kështu që kërkon paqen. Patjetër plumbi i paqes sepse është pupet i këtyre të Bashkimit Evropian. Dhe pikërisht ka një shqetësim të madh në Washington, janë dhënë 10 miliarda dollar dhe një pjesë e madhe e fondeve janë vjedhur nga administrata e tij. Bukur. Për t'i vënë një kapak të rëndësishëm kësaj tenxhereje që po zihen, shumë shkurt kolonel. 1. Unë kam shkruar, kam folur para 2 ditësh dhe kam thënë, kam mbajtur këtë tezë, pra këtë qasje që Amerika nuk e ka shit as Europën, as Ukrainën, por po ble kohë që të armatoset Europa dhe gjithë perëndimi të bëhet gati për betejat e radhës. Gjithsesi, është vetëm fitim kohe. Po, fitim kohe, pra nuk është shitje. Ndërkohë ju thatë diçka shumë të rëndësishme. Thatë që Rusia nuk ka
ambicje të tjera në Europë. Po mund të ketë pak ke këto vendet baltike apo vendet rusofobe. Ja se vazhdojnë provokimet prej tyre në drejtim të daljes nga Leningradi ose nga Sankt Petersburg në drejtim të Kaliningradit, pra që kemi daljen e saj në dedin Baltik. Dakor. Ne në Ballkan, ne shqiptarët në Ballkan kemi patur qasje gjithashtu shumë kritike dhe shumë agresive ndaj Federatës Ruse. Për arsye të qëndrimit të saj ndaj interesave shqiptare në Kosovë dhe për arsye të mbështetjes së saj pa kushtet të Aleksandar Vučićit në destabilizimin e Kosovës. Mendoni që Putini mund vi nesër dhe destabilizoj Ballkanin si duke përdorur këto që ju sapo thatë, vende rusofobe, vende që na kanë çak kaptinën gjithë ditën, duke fol kundër Rusisë, duke na hajde t'i fusim i shpull këtyre, munden ta bëjnë këtë apo nuk do t'i lejoj bota euroatlantike që të mbrin në Kosovë? Qasja jonë e shqiptarëve të Kosovës, Maqedonisë, duhet vazhdoj të jetë anti-ruse për shkak të interesave tona kombëtare. Dhe si që kemi thonë, ju dhe jonë polar janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët janë garancia më e madhe që shqiptarët dhe komplet, jo vetëm shqiptarët, kroatët. Bukur, kolonel, kjo qasje agresive, a mund ta sjellë na prish Ballkanin, në mënyrë absolute nuk do ta lejoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse tashmë Ballkani perëndimor, pavarësisht faktit që është një vend përplasje midis interesave të Kinës, Bashkimit Evropian, i cili është pjesë e ka brenda territorit vet, me të gjithë të drejtën e Zotit, i Federatës Ruse, Federata Ruse dhe Kina do të dalin jashtë dhe këtu pikërisht hyn një ndërlidhje më e madhe midis politikës jashtme të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe interesat e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të kontrolluar këtë aks i cili lidh lindjen, perëndimin, veriun e Europës me jugun, që nga porti i Pirot deri sipër, nuk ka për të leju dhe edhe vendet tona, pavarësisht se janë modeste, vendet vogla, që nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Veriu, Malizi dhe Kroacia, si pjesë e boshtit amerikan, pro-amerikan, duhet të bëjnë të gjitha përpjekjet për ta asistuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos lejohet asnjë milimetër liri veprimi për agjencitë e inteligjencës apo për objektivat politike, ushtarake, të sigurisë dhe të inteligjencës Federatës Ruse në Ballkanin Perëndimor. Okej. Të kthehemi urgjent në Shqipëri. Par referuar gjithë kësaj tabloje që sapo e sqaruat mjeshtërisht dhe bët shumë qartë për shikuesit tanë nderuar, kolonel, referuar gjithë këtyre ngarkesave që po shpërthejnë botën, që kanë angazhuar gjithë planetin, në të gjitha mediat e Shqipërisë, prime time, portalet kryesore, është një kor i cili flet në emër të Amerikës, njerëzit e Edi Ramës, të cilët bëjnë sharsin dhe sulmuesin e kanë masakruar atë që quhet Donald Trump. Trumpi ka të mirat e veta, ka defektet e veta, është politikan, merret Amerika, ka goxha atje shtyp të lirë për ta kritiku, për ta bërë, ka vend për tu kritiku, ka vend për tu lavdëru. Ç'është ky sulm i koordinuar që këta të rilindjes në Shqipëri, kolonel, e dukan Amerikën më shumë se që do Trumpi? Ç'është ky sulm i ashpër agresiv ndaj administratës Trump për marrëveshje me Ukrainën? Pra, gjithë këta e dashkan Ukrainën më shumë se sa që duhet. Çfarë fshihet pas kësaj? Është i koordinuar ky sulm ndaj Amerikës apo ndaj vet Trumpit? Absolutisht që ka një urrëtie të tmerrshme, edhe po ta them me sigurinë më të madhe, sepse të gjithë mbështetësit e rilindjes, të gjithë mbështetësit e hajdutëve të rilindjes, e bandës rilindjes në New York, në Michigan, në gjitha vendet kryesore, së bashku me diplomatët e tij, janë, por si hiena që janë, si hiena, gjithë bes, janë frikacak, janë anti-shqiptar, janë anti-amerikan, janë anti-euroatlantik, janë e gjithë veprimtaria tyre, e gjithë narrativa e tyre, urrëtia e tyre, bëjnë sikur janë pro Ukrainës, por
po të futesh, ti analizosh me detajt më të mëdha, të gjitha linjat të çojnë në Kinë dhe Rusi. Absolutisht është komplet fake dhe është shumë e vërtet dhe të jap vlerësimin maksimal që e ke kap këtë, ka një urrëtie ndaj administratës Trump, sepse administrata Trump është administratë të cilën Edi Rama nuk po e blen dot, siç ka bler gjithë administratat e tjera në Bashkimin Evropian, po përpiqet me të gjitha format, është përpjek me familjarët, është gati t'i fali gjithë Shqipërinë, ta shesi Shqipërinë vetëm për atë karrige, por tash e Vučićit, e Ramës, e këtyre dy miqve të ngushtë, edhe gjithë këtyre personave, liderve të vendeve super të korruptuara, janë pjesë e luftës Washingtonit, i cili është i angazhuar me Marco Rubio në krye për të pastruar administratat e korruptuara dhe për të kriju kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe për të kriju kushte për të zgjedhur aleat të vërtet të shtetë, të sinqert, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo rastësisht e ngarkuara me punë ambasadës amerikane, zonja Nancy Varnhorn ka patur takime me zyrtarë të lartë të Shqipërisë dje dhe ka marrë në kontroll të drejtë për drejtë nga ambasada amerikane investimet strategjike të Shqipërisë, sepse po ikin gjitha në Kinë dhe në boshtin tjetër, pra ajo që ju sapo thatë. Pra këta ulërin në Amerika, por në fakt janë duke bërë lojën tjetër. Kolonel, Edi Rama është në siklet, kjo nuk ka asnjë diskutim, por nuk po e lëshon Belinda Balluku në asnjë mënyrë, do të shkoj thot në gjykatë kushtetuese, prokuroria po godet legitimitetin, po godet kushtetutën, atë që e kam zgjedhur unë, e ka zgjedhur populli, nuk ka mundësi ta heqë gjykata, prokuroria, kujt po i çon mesazh ky dhe pse nuk e lëshon Belindën? Atëherë, kjo kutia e zezë e avionit është kjo të rilindjes apo çfarë? Është më keq se sa kutia e zezë e avionit, sepse Spari më lejo të të siguroj që këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës disa institucione në bashkëpunim me individ të caktuar po ndërmarrin të gjitha veprimet e duhura me agjencitë relevante, të cilat do nuk i përmend këtu, me agjencitë relevante për të informuar në lidhje me gjitha masat që po ndërmerr Edi Rama për të anashkaluar, sepse të gjithë e dinë këtu në Amerikë, administrata amerikane, ambasadat amerikane, shërbimet inteligjente që kanë përfaqësuesit e tyre në Shqipëri e dinë që gjykata kushtetuese është një vegël e Edi Ramës, SPAK-u është një institucion për cilin unë kam shumë respekt, e vlerësoj në mënyrë të jashtëzakonshme për atë pjesë të punës sinqert që kanë bërë, por sigurisht nuk vlerësoj dhe nuk respektoj atë pjesë me 2 standarde dhe me 3 standarde, për cilin dhe përdorimin politik që i bën Edi Rama, të ndyrë politik që i bën Edi Rama. Atyre, të gjitha kanë kuptuar këtë lojë dhe pikërisht për këtë arsye që Edi Rama mos t'ia dali dot me gjykatën kushtetuese, mos t'ia dali dot me kërcënimet që u bën prokurorëve të SPAK-ut, kemi nga njëra anë dërgimin, përforcimin e hetuesve amerikanë në Shqipëri, rritjen e aktivitetit të agjencive të DEA-s me përfaqësim, me shtimin e përfaqësisë tyre, dhe nga ana tjetër edhe të rolit të diasporës shqiptare amerikane, e cila në bashkëpunim edhe me opozitën, po edhe me aktorë të tjerë, po përpiqet që të dublohet, të triplohet në mënyrë që të mos i dhënë asnjë mundësi Edi Ramës për të shpëtuar, sepse Balluku akuzohet për vepra të jashtëzakonshme, për tunelin e Llogaras, për Tigër 1, për Tigër 2, për hetime dytësore, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, transferta bankare 50 milionë euro vetëm në Austri nga një shtetas kosovar, po dëgjoja dje, për shkatrimin e rrugëve 360 milionë euro, Çukës Qafploq, korrupsion galopant tek ARSH-ja, Keshi, OSH-ja, të gjitha me urdhër për Edi Ramën dhe hetimi i otësishëm i gjithë këtyre ngjarjeve të çon edhe tek këto aktorë dhe vende antiperëndimore. Përfshi Kinën, përfshi. Po unë besoj që do të kemi kohë
në një javën tjetër do të bëj një emision të veçantë vetëm për këtë çështje. Absolutisht po. Një pyetje që më bëhet vazhdimisht, kolonel, është nga miqtë tanë, o Kreshnik, u lodhëm, po ju dëgjojmë, po bie qeveria, edhe pak, edhe kështu, edhe ashtu. Ne sigurisht nuk kemi dalë kërkur këtu të bëjmë as parashikime, as shohim filxhan, as të vendosim data, se kemi bërë një pakt, ne duam të flasim gjatë me shqiptarët, jo të bëhemi qesharak. Por, duhet t'i qetësojnë pak ta njerëz, ju sapo thatë diçka shumë të rëndësishme. Dhe me informacionet e mia jeni në kontakte me institucionet relevante atje. Informacionet tuaja janë që qënë ka diçka më e tmerrshme se Belinda Balluku. A mendoni se do të ketë zhvillime këtu në Ballkan, kolonel, dramatike në raport me interesat e shqiptarëve? Mendoni se shqiptarët do të shohin një ditë bardhë? Mendoni që Shtetet e Bashkuara janë në kursin e paqëtimit me këtë popull që vazhdimisht ka patur pritshmëri të larta nga Washingtoni? Spari Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë një vend i cili hap çekun e bardh edhe ju thot shqiptarëve hajde se hajme me Florin. Shqiptarët janë përgjegjës në shumicë për këtë situatë me të cilën përballen. Janë dhe i bëj thirrje gjithë atyre patronazhistëve që futen, që paguhen me paratë e krimit, drogës, me paratë e Sinaloas, me paratë e serbëve, me paratë e rusëve. Se kur themi në të vërtetën, ne jemi pro rus, kupton? Ose pro kines. Kur themi të vërtetën. Kur flasim ne për korrupsionin dhe se këto nuk janë hajdut dhe anti-shqiptar dhe anti-familje, anti-humans. Këto janë vrasës, Kreshnik. Dhe kur themi ne që këto janë vrasës, u bërë ti Osman, u bërë ti Demir, u bërë ti Turkofil, ti islamofob. Kupton ti? Pra, Amerika jo ka hapë sytë këtyre për gjithësin, për situatën në cilën ndodhen shqiptarët, sot janë vetë shqiptarët, me paaftësinë dhe mungesën e përgjegjësisë për të votuar kundër atyre për cilën 4 vite ankohen. Qartë, pra shqiptarët ankohen për rilindjen. Shqiptarët shkon punat e zgjedhjet, shesin zgjedhjet ditën e fundit. Qartë, shqiptar pra vëllezër dhe motra dashur, mos prisni dhurata nga qielli, nuk ka për të bërë detikos, kur nuk keni për ta marrë garush. Bashkoni të gjithë bashkë, krijoni masën përfundimtar. Krijoni masën, bashkoni të gjithë dhe largojeni këtë klik politike të super kriminalizuar, hidheni në koshin e plerave, jo me revolucion, me mjete demokratike, ullun në qendër të Tiranës, 2 javë atje, më mirë rrini 2 javë pa buk, dhe kërkoni lirin se sa të vazhdoni të shtypeni, se po vazhdoj kjo situatë, në 4 deri në 8 vitet e fundit, nuk do të keni masi pronë. E dini ju që 95% e pronave të shqiptarëve i kanë vetëm 300 rilindas, të fshehur nëpër emra kushurish, të gjithë ato piçkat e vogla. Keni parë se si ajo ministra e kulturës, ajo ignorantja, e cila justifikonte apo këto ministrat e tjerë të shëndetësisë. Ka ardhur koha që Shqipëria mos të përfaqësohet me këto dordolec. Qartë. Ministra, me këto hajdut. Ka hajdut. Ka ardhur koha që shqiptarët marrin vetë fatet e kombit dhe të përcaktojnë vetë liderët e tyre. Fundi i tyre është i afërt. Falenderoj kolonel, përpara se ta mbyllim shumë shkurt, se di që ju keni një angazhim dhe duhet largoheni tani. Kolonel, një dëshmi nga Ilir Meta nga brenda burgut vjen sot del në shtyp dhe Ilir Meta thotë që kam informacione për 21 janarin. Si e lexoni këtë lëvizje të Metës? Kërkon të rikthehet në skenë, kërkon të testoj spakun, apo vërtetësisht Ilir Meta, i cili ka qenë atëherë në pozicione të rëndësishme dhe ka qenë njëri nga njerëzit që kanë konsumuar pushtet të lartë në Shqipëri, mund të ketë informacione që e trondisin politikën shqiptare? Shumë shkurt, aq sa sekonda sa ju lejon minutazhi juaj, si e lexoni këtë rikthim të Ilir Metës me këtë informacion? Përpara se të thej përgjigje, do them vetëm një fjali. 21 janari, edhe në cilësinë e një nga personat që kam dieni shumë të mëdha,
është një puç shteti organizuar nga Edi Rama me veriorët, në mënyrë të veçantë, me një pjesë të madhe të persona të cilët kanë qenë atë ditë në përpara kryeministrisë nga Shkodra, i organizuar për të marrë pushtetin me gjitha format e mundshme. Është pikërisht telefonata e ambasadorit amerikan në atë kohë, të cilët e telefonun dhe zbythën Edi Ramën, si frikacak që është, s'pari. Së dyti, pa diskutim që Edi Rama, që Ilir Meta, ka informacione, sepse në atë periudhë ka qenë zëvendës kryeministrat dhe ministër i jashtëm, dhe gjatë gjithë kohës ka qenë i përfshirë në qeverisje, qoftë nga njëra anë, qoftë nga ana tjetër. Dhe pa diskutim që prova që do t'japi Ilir Meta do të jetë një provë e cila do të vërtetoj përfshirjen e Edi Ramës dhe të strukturave të tjera poshti, të cilët ishin të urdhëruar për ta realizuar 21 janarin. Dhe një fjali të fundit, ka gjetë 2000 krosha ndhe nga fshatrat e Pukës, Oroshi, Hamzaj, dhe ka shpikur rrezikun e ri grek. Edi Rama po krijon fortuna me terrorizëm të mundshëm islamik dhe me frikë greke, kolonel, për të zhvendosur popullatën, apo kemi rreziqe të vërteta nga këto? Ato persona të cilët janë kapur, një nga të cilët unë njoh personalisht sepse e kam pas dikur herët në repart, është një individ i cili vërtet ka qenë me qasje ekstremiste, është një individ i cili ka qenë në burg dhe ka dalë, por ato videot që kanë shpallë në për emisionet dje kanë qenë vetëm thjesht përdorimi i teknologjisë apo i teknikave të Moskës maskirovska, të cilat nuk janë asgjë tjetër vetëm tërheqje e vëmendjes opinionit publik nga Bella Mafia dhe nga Rama Mafia, për ta shpërqendruar vëmendjen e këtyre, sepse nga ora në orë vazhdon intensifikohet daljet e informacioneve të palloshave dhe të një fjalori që përdorin ordiner. Këto ordinera që drejtojnë Shqipërinë, këto ordinera që s'kan as moralin minimal, që s'kan familje, janë të martuar një pjesë e madhe të cilët janë fake, martu me fake. Nuk kanë lidhje fare, janë martuar, kanë bërë nga i fëmijë vetëm thjesht sa me fshi ato prirjet e tyre. Është vetëm tërheqje vëmendje, edhe pjesa e Greqisë, edhe pjesa e këtyre, se po t'ishte për xhihadistët, atje në Shqipëri kanë pas drejtoria e antikrimit i marrë gjatë gjithë kohës me shërbimin informativ dhe me njësinë Ranger i ka gjatë gjithë kohës në vëzhgim, dhe në momentin që ato mund të përbëjnë një rrezik ose kërcënim për sigurinë publike ose për sigurinë e qytetarëve, për ndërmarrjen e akteve terroriste, janë gjatë gjithë kohës në përgjigjem, vëzhgim e me radhë, do të ishin arrestuar. Dhe pikërisht është kjo kohë për të hequr vëmendjen që organizohet një operacion. Kjo është analiza ime. Për sa i përket Greqisë, Edi Rama i ka ulur komplet brekët, te grekët ju e dini shumë mirë. Këto i ulin brekët edhe për qef, jo më për të marrë pushtetin. Jo për hall. Në kuptimin figurativ, kështu që këto nuk i hanë njeri, i hajnë vetëm ato që janë qenë budallej. Kështu që tek ne Edi Rama nuk i hec as narrativa parë, as narrativa dytë. Kolonel, të falenderoj nga zemra që ishit kaq i vërtet, kaq i sinqert dhe kaq pa doreza. Shqiptarët janë lodhur nga politikisht korrektja, janë lodhur nga këto ballot politike të kujdesshme për të ruajtur etiketat. Falenderoj shumë për kohën tuaj të çmuar dhe për minutat që ju mora më tepër nga sa duhet. Respekt për ju dhe për prezencën tuaj. Ishte kënaqësi, por nuk ka ngel më vend, ka ardhur momenti tani për t'i thënë vetë vërtetën shqiptarëve, nuk ka më etik me njerëzit antishqiptar. Faleminderit kolonel. Miq të dashur, këto ishin zhvillimet tona për sot. Të tjera zhvillime shumë të rëndësishme do të vijojnë, të jenë dhe të ndodhin, dhe ne do të jemi aty për t'i analizuar, për t'i skanuar çfarë do të ndodhë në Shqipëri, tërmete të mëdha apo vinë, dhe ne do të jemi aty për t'i parë nga afër. Bashkë natën e mirë për sonte, rishihemi shpejt si gjithmonë. Ju e dini, pjesa tjetër e zhvillimeve vijon në numrin e ardhshëm. Shqipëria e shqiptarëve, vdekje tradhtar. Natë e mirë.